Më lejon t'ju pyes, cila është më shumë e rëndësishme? Ne po flasim për mënyrën si Zoti mendon. Cila është ajo gjëja më e rëndësishme se sa kalimi pa kohë midis teje dhe Atit qiellor, që të udhëheq në këtë ditë, të ndihmojë ty, të forcojë, të bëjë vigjilent dhe të bëjë të fortë përpara gjërave që Satani do të hedhë drejt teje në këtë ditë. Merrni kohë për të pasur miqësi me të. Nëse ju kërceni nga krevati tek dushi, tek dollapi me rroba, në makinë e pastaj në punë, ku është Perëndia? Dhe kështu në një farë mënyre ju keni tharë energjinë e zonave të forta dhe e keni bërë veten të dobët. Askujt nuk i pëlqen të mendoj po tani jam nisur për në punë dhe e lash Zotin në shtëpi. Jo. Nëse ju nuk kaloni kohë në lutje, nëse ju s'kaloni kohë duke lexuar fjalën e Zotit, atëherë jeni të humbur. Satani do t'ju mbërthej juve nëse e braktisni fjalën e Zotit. Ti thua, sa shumë duhet të lexoj, Zoti do t'ua tregoj. Ti mund të thuash, a duhet të kem pasazhe të preferuar? Patjetër që po. A do t'i dëgjoj Perëndia lutjet e mia? Patjetër që po. Nëse je një fëmijë i tij, ai do të dëgjoj. Por nëse ti nuk i jep atij kohë të flas ty, ti thua, unë shkoj të dielën në kish, kjo nuk mjafton. Ti ke 6 ditë të tjera që je i sulmuar. Pra, thënë ndryshe, ky libër duhet të kthehet në udhëzuesin e jetës suaj.